Bia ime, ishte viti 8 i emigrimit dhe pas klirimit Mekës, kaluan disa vite dhe pejgamberi përsëri ishte në mesin e Medinazë. Erdhi plot gëzim. Dhe ky vit mund të quhet edhe viti i dërgatave, se shumë delegacione rreth gadishullit arabik e pranon Islamin dhe dërgatat erdhen në Medinë dhe të gjithë me radhë, Siria, Persia dhe shumë vendet e tjera e pranon Islamin. Muhamedi si profet ishte i gëzuar, i priti të gjithë me fjalët selam, i priti me fjalën paqë dhe ishte tejet i lumtur se Islami dita ditës po rritej, po bëhej një shtet vërtet i madh. Dhe kështu vitet kaluan dhe në vitin e 10, bashkë me muslimanët e Medinës, edhe muslimanë të tjerë të vendeve tjera, vendosën në muajin Dhulhigje të kryejnë Haxhillakun. U nisën pra me 10.000 haxhi, arritën Mekë, arritën Qabe, e kryejnë tavafin e umrës dhe në ditën e caktuar, pra një natë para natës së Kurbanit, ata shkuan në Arafat. Aty pejgamberi ishte tejet i lumtur, tejet i gëzuar, sepse thuaj se në shesh kishte mbi 120.000 haxhilerë. Ai ju drejtua haxhilerëve me këto fjalë dhe ju tha: o njerëz, dëgjomni se ndoshta ky do të jetë një vit që ne mund mos takohemi përsëri. Pas një viti mund të jemi në rrugë të tjera. Pra më ndëgjoni me kujdes. O njerëz, tha, friksojuni Zotit. Friksojuni Zotit dhe adhurojeni atë. Mos e mundoni veten tuaj, por mos i mundoni as të tjerët, ju tha. Kjo është një ditë e sakrificës për Allahun i qofshim falë. Gjaku juaj, nderi juaj, pasuria juaj, tha, është shenjtë. Është shenjtë deri ditën kur do të takohemi me krijuesin tuaj. Pra, siç është kjo ditë e shenjtë, është edhe ky muaj i shenjtë, edhe ky është vend i shenjtë. Njeriu, tha, diniteti i tij, personaliteti i tij është vepër e Allahut. Mirë ai
që nënsmon veprën, dinitetin njerëzor që ka krijuar Allahu. O njerëz, tha, o besim drejt, duhet të me dëgjoni mirë, se ka kaluar koha e paditurisë, ka kaluar koha e zakoneve të këqija. Pra, tash, duhet të gjithë që jemi ditur. Dhe ju lusë që mos të ketë hakmarrje, mos të ketë akuza për hakmarrje, dhe pra, akuza e parë që duhet largohet është se nuk duhet hakmerremi që njerëzit e vran ungjin tim. Pra ishte kohë e para Islamit dhe atë e kishin vrarë pabesisht e fisi Hudej. Pra kjo dhe vrasjet të tjera gjithsesi duhet të ndalohen. O njerëz, kamatat edhe fajdet ju tha se duhet të ndalohen. Huadhënësi duhet të kërkoj prej huamarrësit vetëm atë që e ka dhënë, jo fajde e jo kamat. Kështu që unë gjim, migja im, Abazi, kishte shumë njerëz që ata i kishin borxh, po dhe këto borxhe do të thot me këtë rast shlyhen. Shlyhen dhe unë po kërkoj për jush që fajdja edhe kamata të mos përdoren nër musliman. Atëherë, në mes tjerash, pejgamberi ju foli për gratë. Tha, njeri më i mirë është ai i cili e don gruan e tij. Njeri më i mirë është ai që e don nënën e tij. Dhe i tha, o njerëz, o popull, dijeni se xheneti është nën këmbët e nënave tuaja. Pra baba, për të fituar xhenetin duhet i duam nëna tona. Ashtu pra, bija ime, ne kemi mësuar edhe në tregimet e mëparpashme se xheneti fitohet duke i dashur nëna tona, duke i dashur bashortët tona dhe duke i dashur vajzat tona. Kështu që ju drejtu përsëri, ju drejtua xhelerëve duke ju thënë se prostitucioni edhe shumë të këqija të tjera janë të ndaluara për muslimanin. Ato, tha, e prishin martesën, edhe xhelozia nuk duhet të mbretëroj mes burrit e gruas. Këto do të thot janë disa mësime të cilat pastaj pejgamberi ka thirrë, o njerëz, dëgjonit, keni kujdes, se nuk ka profet të tjerë. Popujt
tani, po dhe pas meje, nuk do të kenë lajmtarët e tjerë. Unë isha profeti i fundit që kam marrë urdhrat nga Perëndia, nga Allahu, dhe ju kam shpall, duke ju thënë se është vetëm një Zot. Dhe ati ne duhet t'i përkulimi, dhe për atë ne duhet të bëjmë për hir të Allahut 5 vakte namaz në ditë dhe të gjitha me kohë. Përveç namazit, kushti tjetër i Islamit, o njerëz, është të agjirojmë Ramazanin, të japim zëqatin, edhe me vullnet të gjithë ata që kanë pasuri të mjaftueshme të vizitojnë Qabën dhe të kryjnë haxhillakun. Mirë, po që të fitojmë xhenetin, është më rëndësi të zbatojmë edhe urdhrat e udhëheqësve. Pra, kështu ne, si musliman, duhet ta fitojmë xhenetin. Këto duhet t'i mësosh dhe t'i përcjellësh të gjenerata jote, se këto kanë qenë fjalët e Muhamedit, alayhis salam, edhe shumë këshilla të tjera, të cilat i ka përmendur nin nga një obligimet e prindërve ndaj fëmijëve, obligimet e burrit edhe ndaj gruas. Këto pra, të gjitha obligime janë kurorizuar me punën që ka udhëhequr atë ditë në hutben e lamtumirëse pejgamberi alayhis salam, edhe ju ka të drejtuar Perëndisë dhe i ka thënë se o Perëndi, a e kreva mesazhin me të cilin ke ngarkuar? Atëherë agjelerët kur e kanë dëgjuar kanë thënë, po i dërguar i Perëndisë, ti e përcollë mesazhin të ne ashtu si të ka porositur i madhi Zot. Pastaj ka zbritur ajetin nga Perëndia, ku i ka thonë, unë u apërsosa fenë, ju solla gjitha këto të mira, dhe se jam shumë i lumtur se Islami ta shëtutje do t'jetë përfundimisht feje juaj. Pas këtyre fjalëve, pejgamberi tha, o Perëndi, dëshmo se e kreva mesazhin, e kreva amanetin tënë. Ebu Bekri, kur e dëgjoj edhe një herë nga goja e pejgamberit Muhamedin se e përcosa fenë islame për ju, jam i lumtur, tha, se Islami është feja juaj.
Ebu Bekri nuk u durua, po ja plasi vajt. E dinte se pejgamberi nuk do ta kishte gjatë. Kjo ishte një mërzi e shokit të tij të femëris, e shokut që kishte kaluar ditët në përshpella, e shokut që kishte kaluar në për shumë beteja për të fituar lirinë e Islamit. Pra, kjo është një pjesë e hutbes Selam të mirës dhe natën tjetër bija ime do të vazhdojmë se çka ka ndodhur me pejgamberin Muhammed alayhi salam. E tash mund ngritemi bija ime.